Drafti I ri për policinë bashkiake, I cili parashikon ndryshime rrënjësore për mënyrën e funksionimit, shihet me skepticizëm nga njohësit e ligjit. Sipas tyre, ky projekt ligj cënon autonominë e pushtetit vendor duke e zhveshur nga kompetencat dhe centralizuar. Unë besoj që është një gafë e cila do të prodhoj pasoja të rënda, prek drejt për së drejti autonominë e kartës vendore. Unë nuk e di se nga e kanë gjetur këtë model të cilët duan ta sjellin në Shqipëri, është një model që është mbyllur dhe ristrukturuar kohë përpara edhe në Itali. Është një zhveshje e kompetencave dhe funksionimit të bashkive, të qeverisjes vendore. Ky lloj monopoli shkon krahas I gjithë shumë veprimeve tjera që efektivisht është një reminiscencë e gabuar, pra një kthim mbrapa që mund ta quajmë për sa I përket decentralizimit të pushtetit edhe vetë qeverisjes që duhet të ketë pra pushteti vendor. Një nga ndryshimet është edhe krijimi I drejtorisë së përgjithshme për policinë bashkiake në varësi të Ministrisë së Brendshme. Sipas avokat Arber Hoxha, një hap I tillë I gabuar do të sillte dualizim me policinë e shtetit. Neni nënti drafti qartëson se ministri është autoriteti përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike, I cili nën përgjegjësinë e tij dhe brenda drejtimeve kryesore të politikës shtetërore përcakton drejtimet e veprimtarisë të mbështetjes së policisë bashkiake në përmbushjen e misionit dhe të përgjegjësive të saj. Policia bashkiake, ashtu si nga vetë emri, duhet të jenë në varësinë e bashkisë. Vendosja e saj në Ministrinë e Brendshme sigurisht sjell edhe një dualizim me policinë e shtetit. Nëse do të jetë me drejtoritë përgjithshme policia bashkiake dhe do të jetë në varësinë e Ministrisë së Brendshme, atëherë për çfarë duhet policia bashkiake? Shumë mirë, le ta suprimojnë atë, le të shtojnë disa kompetenca policisë së shtetit, ose të krijojnë një seksion të posaçëm brenda policisë së shtetit dhe mbaron e gjithë historia. Pra unë besoj që është një model I gabuar, një model I dështuar për më shumë se prej 6 dekadash dhe është një model invers I saj, është një model I suksesshëm. Kritika kanë avokatët edhe për mënyrën aktuale se si ushtron kompetencat policia bashkiake, që sipas tyre e ka shndërruar funksionin e saj në gjobvënje. Policia bashkiake ka një angazhim të gabuar për sa I përket faktit sidomos e ka shndërruar funksionin e tyre në gjobvënje dhe janë bërë aq sa mund të themi që janë bërë jo të bezdisshëm, por edhe të padurueshëm nga mënyra se si ka funksionuar deri më sot. Nëse ti zapton një hapësirë publike, e rrethon këtë hapësirë publike, vendos një tra, I merr lek njerëzve, nuk të ndodh asnjë gjë. Ndryshe nga ligji më parshëm, I cili e parashikon policinë bashkiake si një strukturë administrative të çdo bashkie, pa një drejtim qendror dhe me organizim të miratuar nga kryetari I bashkisë, projekt ligji I ri e shpall atë institucion të administratës publike me status të veçantë.